Vazhdoj me lajme nga komuniteti ynë. Federata Panshqiptare Amerikës Vatra shpreh kundërshtimin e saj ndaj projektit të zhvillimit në plazhin në Uqin nga kompania Eagle Hills. Federata Panshqiptare Amerikës Vatra shpreh shqetësimin e thellë në kundërshtim të fortë ndaj procesit të tenderimit dhe marrëveshjes për zhvillimin e plazheve në Uqin nga kompania private Eagle Hill, e cila mbështetet me kapital nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas raportimeve të fundit, Eagle Hills ka fituar të drejtën për të menaxhuar 9 nga 19 plazhe në plazhin e madh në Uqin deri në vitin 2028, pas një procesi tenderimi që ka ngjallur polemika dhe shqetësime të mëdha në komunitetin lokal dhe institucionet përkatëse. Dr. Elmi Berisha, presidenti i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, ka deklaruar se kryetari i komunës së Uqinit ka kritikuar ashpër mënyrën e zhvillimit të këtij procesi, duke cilësuar atë një skenar planifikuar paraprakisht që është realizuar pa transparencë në kundërshtim me interesat e qytetarëve të Uqinit. Për më tepër është raportuar se kompania Eagle Hills Montenegro është regjistruar në Maltëzi në mars të këtij viti me një kapital simbolik për vetëm €1, duke ngritur dyshime serioze për aftësinë dhe synimet e saj afatgjata në rajon. Me të drejtë, ky projekt i rrezikshëm është denoncuar nga disa parti politike si dhe nga presidenti Jakov Milatović. Ajo ka hasur në kundërshtime serioze nga shoqëria civile, organizatat mjedisore, disa institucione që kanë vënë në dukje shkelet e ligjeve ekzistuese për të lehtësuar një projekt zhvillimi të një përmasave të tillë. Sipas qeverisë, marrëveshja prit të sjellë investime me vlerë deri 30 miliardë euro, por autoritetet nuk kanë dhënë asnjë informacion mbi bazën e këtyre parashikimeve. Vatra thekson rëndësinë e ruajtjes së integritetit të proceseve të tenderimit të zhvillimit ekonomik, duke respektuar ligjet vendore dhe duke siguruar transparencë të plotë në çdo hap. Ne u bëjmë thirrje autoriteteve malazeze të shikojnë këtë marrëveshje, të marrin parasysh shqetësimet e komunitetit lokal dhe të sigurojnë që çdo projekt zhvillimor të përputhet me interesat kombëtare dhe komunitare.